Reduktohet ndjeshëm numri i grevistëve në fushën naftëmbajtëse të Patos Marinzës në ditën e 14 të grevës. Përkisimi i gjendjes shëndetësore të naftëtarëve të grevës së urisë ka bërë që numri i tyre të reduktohet në 7, ndërsa në ambientet e jashtme ka mbetur një numër i vogël grevistësh që kanë bojkotuar punën. Grevisti Dritan Rapushi ka pohuar se pavarësisht kurrjes, ne do të vazhdojmë kauzën tonë deri në fund, madje do të denoncojmë publikisht abuzimet të kompanisë Bankers Petroleum. Dita 14 e grevës dhe numri i grevistëve që janë ngujuar këtu për 14 ditësh reduktohet. Kjo thotë që greva duke mos patur as edhe një mbështetje është drejtëshuarjes. Nuk është drejtëshuarjes greva, është shëndeti drejtëshuarjes, pasi 3 personat që ikën ju rekomendua nga mjeku që nuk mund ta vazhdojnë më sepse do ketë pasoja të rënda dhe të paparashikueshme për shëndetin, kështu që u larguan për shëndet të rënduar. Mbështetësit janë jashtë, vazhdojnë të mbështesin, edhe ata që nuk mbështesin dot që nuk vinë këtu të rrinë dot stabil, nuk kanë mundësi ekonomike të bëjnë udhëtimin nga Fieri nga vendbanimi deri këtu për ditë, të rrinë nga 12 orë apo 24 siç të rrinin në fillim, sepse është edhe fundi muajit, por ne vazhdojmë dhe po shohim se shteti nuk reagon fare. Dhe personat janë atje në punë sot, janë gati të rikthehen këtu në grev, por kanë problemin ekonomik. Problemi ekonomik nuk është një problem që mund ta zgjidhin me dëshirë, është problem që i ka ardhur fundi muajit, nuk i dalin më të ardhurat, kështu që duhet kthehen në punë për siguruar ato pak të ardhura që marrin nga kompania. Nuk është punë se nuk mbështesin kauzën, marrim telefonata për ditë nga ata, kërkojnë falje, por nuk munden. Kjo është një kauzë që ne po luftojmë dhe kjo na mban akoma këtu në betejë. Ndërkohë një prej grevistëve që ka lënë grevën e urist, Eduard Selami, vijon të jeti pranishëm pranë tyre. Ne presim mbështetje nga shteti, ka thënë ai. Shteti ynë ose është me ne ose me kinezët. Nuk po na mbështet asnjë lloj institucioni. I bëjmë thirrje shtetit ton shqiptar që të na mbështesin në kauzën ton. Çunat janë 7 veta që janë grevuria aktualisht. Edhe duam një mbështetje vetëm thjesht nga shteti, se na kinez nuk presim asnjë lloj. Shteti jonë ose është me kinez ose është me ne, se ne s'kemi, ne këtë po kërkojmë, që mbështetjen e shtetit. Prej 18 vitesh operator në fushën naftëmbajtëse, Nikolina Lushaj pohon se në gati 2 dekada ka përfituar një rritje page prej vetëm 7.000 lekësh. Paga që na takon është 200.000 lek minimalisht, thot ai, dhe nuk do të rreshtim së protestuari me të gjitha format deri në plotësimin e kërkesave tona. Neve këtu, në këto 14 ditë grevë, jemi shkak i mos pagesës së rregullt nga ana e tyre. Kjo është. Nëse ti nuk paguash, atëherë të bie, si thonë, edhe iniciativa për punën, edhe dëshira, edhe shumë gjëra tjera. Sa paguajeni ju? Unë kam 18 vjet përvojë. Nga kinezi unë kam marrë vetëm një 7.000 lekë të vjetë rritje. Ndërkohë në ditën e 14 të grevës, asnjë negociat nuk duket në horizont, ndërsa kompania në vend burim vijon punën normalisht.